pas gjithë. Po ti kontratën kur ta bësh është më shkruaj. Apo kupton, musçare s'kam pa mas gjithë, si smet. Po. Çam i bë ati tjetrit, për shembull që edhe është fenomeni më i keqi për momentin në futboll të Kosovës. Kjo është një prej detajeve që mos planifikimi i mirë i buxhetit. Planifikojnë keq, bravo. Ç'kjo puna vetë. Edhe klubet planifikojnë keq. Sa më, na kanë drejtorë huaj nëpër strejnë, në kampionatin, nëpër stadium me komplet. Kom pa raste, po. Mos bëj më gore. Trajneri aty çka bëhet? Nëse dojna me shku në Evropë, edhe dojna me rrit standardin e futbollit. Nuk do të më diskutu pa. Aspekti financiar. Nuk do të më diskutu. Lejtori nuk do të më menu për atë punë. 100% pajtona. Absolutisht. Lejtori nuk do të më menu ako ujë zhveshtoria. Ako rrymë zhveshtoria. Se këto problemi janë. Po që ky fenomen ndodh kryesisht ndaj futbollistëve vendor, jo tuaj. Është vërtet që futbollistë huaj çfarë të kallzoj? Për futbollistë huaj i pjellin parë. Hajde pse trener? Për trenerat e huaj i pjellin parë. Për lejtarët vendor, për trenerat vendor bojnë ai gare. Apo kupton, po ka më rregulluar edhe kjo gjë. Unë të vetë. Çu mendon se ka rregulluar? Çu rregullohet më re? Rregullohet. Po pse më nuk e bën ti marrëveshjen sot 100 zyre i kit avokatëve?